Mirëmëngjes, se nisim ditën herët sot duke shkuar në fshatrat e Tiranës, në Hekal, shikoni çfarë mrekulli është Tirana, për t'ju përgjigjur edhe disa pyetjeve që kishin lidhje me paqen fiskale. Tani nuk ka gënjeshtër më të madhe të 12 viteve socialiste se taksat, po nuk ka barë më të madhe tek qytetarët se taksat. Çfarë propozojnë socialistët me paqen fiskale? I thon biznesit, hajde këtu ke mua, dhe çdo herë tatimi do vendoset si një marrëveshje ndërmjet shtetit dhe biznesit. Negociat. Pra çdo taks do jetë një ligj special. Çdo biznes duhet shkojë ke shteti për të përcaktuar tatimin. Ndërkohë që Partia Demokratike ka vetëm një parim të thjeshtë, kodi fiskal, i njëjtë për të gjithë, pa pas asnjë kontakt me shtetin, pa pas nevojë fare që të negociosh asgjë. Puno, paguaj një taks të drejtë. Kjo i mungon sot ekonomisë shqiptare. Këtë sistem duhet rikthejmë. Një sistem që vlerëson punën, por dhe një sistem të drejtë për të gjithë. Nuk ka pse të jetë taksa pjesa e allizhverisheve e pazareve, siç është bërë çdo gjë tjetër në ekonominë shqiptare.